Do të thënë, për ne si komunë, pra Komuna e Gosivarit, realisht të bëjë punë shumë të mirë me gjashin dhe me shku. Le të themi se fëmijët tanë janë e kënaqur, ne si komunë kemi marrë atë më të mirën e këtij projekti për të bërë sa më shumë për të drejtat e fëmijëve në radhë të parë, dhe pastaj për t'i dëgjuar ata, për të parë se çfarë ata realisht duan, i ka hap komuna, për të parë se si e mendojnë ata të ardhmen e tyre, a mendojnë që të jetojnë në komunën e Gosivarit, ose mendojnë që të largohen, do me thënë të gjitha këto sfidat ne pak a shumë i kemi kaluar, le të themi, me fëmijët tanë, me komunitetin në komunën e Gosivarit, dhe le të themi se ka qenë një përvojë për mua personalisht, por edhe për të gjithë ekipin, një përvojë shumë e mirë. Aspekti më i rëndësishëm i përfshirjes së fëmijëve në proceset e vendimarrjes, le të themi, është se idetë duhet të burojnë pikërisht nga fëmijët. Fëmijët e dinë shumë më mirë se ne se çfarë ata realisht duan, për çfarë ata realisht kanë nevojë. Le të fillojmë me gjërat më bazike, çfarë dëshirojnë të ndryshojnë në shkollën e tyre, çfarë dëshirojnë të ndryshojnë në komunitetin ku ata jetojnë, çfarë mund të bëjnë ata për mjedisin. Sepse ne kemi parë se kemi fëmijë shumë të zgjuar dhe kemi fëmijë të cilët kanë shumë ide dhe idetë e këtyre fëmijëve normalisht se neve na duajnë, do të thënë i bëjnë punë edhe komunës, i bëjnë punë të gjithë vendit për një të mirë, për një të ardhmë më të mirë, le të themi. Fëmijët janë pa dyshim e tashmja, por janë edhe ardhmja. Mendoj se fëmijët, ajo shpreha që është fëmijët nuk e njehin, fëmijët është e vërtetë që nuk e njehin, ata duhet thonë gjithmonë të vërtetën, nuk kanë frikë, nuk kanë ndrojtje, le të themi, dhe mendojmë se përfshirja e fëmijëve pikërisht në proceset e vendimarrjes bën që ne të jemi një vend më i mirë, një vend më i mirë për fëmijët, por një vend më i mirë edhe për ne. Si që theksova edhe më herët, ne kemi punuar me fëmijët në disa tema të ndryshme, duke përfshirë këtu diskriminimin, pjesëmarrjen e fëmijëve, gjuhën e urrejtjes, shërbimet sociale që atyre ju duhen, shëndetësinë, mjedis të pastër, dhe ka këto kemi parë se me pyetje që çfarë duhet të ketë komunën time, kemi dalë në rezultate të cilat realisht janë shumë të nevojshme dhe fëmijët duan më të mirën për to dhe normalisht edhe ne duhet ta duam këtë. Kemi parë se fëmijët janë shumë më të sinqertë se sa të rriturit, se u përket kur ta flasin të vërtetën, nuk kanë frikë, siç theksova. Kemi parë se fëmijët nuk dinë të diskriminojnë, por u mësojmë ne në qoftë se ata bëjnë të tillë. Fëmijët duan një mjedis të pastër, fëmijët mund të kujdesen për një mjedis të pastër në qoftë se ne i mësojmë. Do të thënë, kemi dalë në shumë rezultate duke punuar bashkë me psikologë edhe me profesorë të shkollave, se fëmijët janë ato çfarë ne u mësojmë të jenë. Ne si komunë në thash që kemi punuar shumë në këtë aspekt së bashku me gjashin dhe me Shkup, për të cilët jemi shumë falënderuese realisht. Komunave tjera do t'ju kishim thënë që ti pranojnë këto projekte, do të thënë edhe tek ne normalisht përsëri do t'jenë të mirëseardhura, sepse fëmijëve ju duhet një platformë, mund ta quaj kështu, më e sigurt. Fëmijët duhet më shumë të kyçen. Fëmijët nuk duhet vetëm të dëgjojnë, fëmijët duhet të flasin, fëmijët duhet të shprehin atë që realisht duan, sepse më mirë se fëmijët askush nuk i di problemet e tyre. Dhe përfshirja e fëmijëve në proceset më të rëndësishme të vendimarrjes ndihmon jo vetëm komunën, por ndihmon të gjithë vendin që të jetë një vend më i mirë, ashtu siç është edhe motoja një vend për të rritur. E themi se si vështirësi apo sfidë më e madhe me cilën jemi ballafaqur, padyshim ka qenë mosha e fëmijëve, sepse në konsultimet e para me fëmijët kemi pasur të kyçur edhe fëmijë shumë të vegjël, ato të qerdheve, dhe normalisht është dashur leja e prindërve, ndonjëherë fëmijët nuk dëgjojnë, këtë e kemi parasysh, dhe por e themi se kanë qenë sfida të ëmbla, le ta quaj kështu, të cilat i kemi kaluar me shumë sukses. Pastaj Gosivari është një qytet ku ka shumë aktivitete dhe normalisht
gjithja e fëmijëve nuk është se ka qenë ndonjë problem apo kyçja e fëmijëve në këto trajnimet, konsultimet tona. Le të themi që sfida atë që thash ka qenë ndoshta mosha, le të themi, sepse kemi pasur të bëjmë me fëmijë shumë të vegjël deri në moshën 18 vjeçare.